Miqtë e mi, mirëmbrëma, përshëndetje. Jemi në transmetim direkt nga qyteti i bukur i Sarandës. Jam rikthyer nga Sarandë. Sërish, ndaj do t'jemi bashkë sonte në transmetim maraton. Do t'jetë një transmetim shumë i bukur ky. Direkt nga Saranda. Ndaj ju përshëndes gjithë, ju uroj mirëseardhjen dhe shpresoj që të jemi së bashku në një transmetim perfekt. Shpresoj që edhe video të jetë pa ndërprerje, pa ngecje në live stream. Si që shihni, unë ndodhem në shëtetorën e re këtu në Sarandë. Është një shëtetore të cilën e kam filmuar edhe para një muaji, thuajse. Ndaj jam rikthyer sërish sonte për t'ju bërë juve të gjithë ndjekësve të mi këtë live stream. Shpresoj që interneti na favorizoj lidhjen, mos kemi probleme me lidhjen e internetit. Traveler Kid, faleminderit Traveler Kid, qëndro online për të moderuar chatin. Theksova dhe pak më parë do të jenë live stream shumë i bukur ky sonte në Sarandë, sepse tashmë shëtetoria është aksesueshme me plotësi. Ajo ka përfunduar thuajse totalisht. Vitin e radhës mund të shkosh ta bësh në Borsh, të lutem. Blerta nuk mundën do të shkojnë në Borsh. Edhe sonte këtu isha për një klip, ndaj edhe u futa live. Bujar Kuqe, përshëndes dhe unë. Sot ka qenë një ditë shumë e nxehtë këtu në Sarandë, sepse unë kam sot që në orat e para të mëngjesit këtu. Si që thash edhe pak më sipër, kam patur një klip dhe kam punuar thuajse gjithë kohën. Tashmë temperatura është 29 gradë Celsius. Luan Disha, faleminderit për komentin, të përshëndes dhe unë. Luani na sjell koment nga Spanja. Ka qenë temperaturë vërtet shumë e lartë. Aktualisht është 29 gradë Celsius. Pra përsëri është temperatura e nxehtë, nuk mund të them, po është e ngrohtë shumë.
Këto 2 ditë të fundit ka qenë një temperaturë shumë e nxehtë këtu në Shqipëri, sepse kështu e ka parashikuar dhe shërbimi meteorologjik. Sot jemi në datë 10 korrik, pra jemi në kështu që këto temperatura janë normale. Tashme ka kaluar edhe perëndimi, do doja që t'ju shfaqja, por tashme gjeta kohën në lirë për të futur në transmetim të drejtpërdrejtë. Si që shohim dhe nga pamjet, qytetoria është e mbushur. Mendoj dhe parashikoj që do t'jetë akoma më e mbushur se kaq, duke parë dhe numrin e madh të turistëve që kanë ardhur në Sarandë. Është për të parkuar sepse parkingu ishte plot, plazhi ishte i të mbushur. Traveler Kid shijo pizzat, ndërkohë shijo dhe live-in. Të përshëndesim. Ajo që ashtu. Jashtë shtetit. E përshëndes edhe unë për komentin, të falenderoj. Këto janë video të drejtpërdrejta, pra janë video reale, të paprekura. Pra jemi në transmetim direkt. Ndaj edhe kjo është një risi, fatikisht për punën që unë kam bërë, sepse këto janë video të cilat në botë preferohen jashtëmanse. Ka youtuber në botë, të cilat megjithëse në Shqipëri ende nuk është se janë video në modë, por gjithsesi unë kam menduar që ta sjell këtë formë xhirimi në Shqipëri, sepse video ka shumë, youtuber shqiptar ka shumë që bëjnë video të edituara, të montuara, me sinkronizime, me audio, video, me montazh, por unë kam menduar që të transmetoj direkt, sepse mendoj që ky lloj transmetimi është më i prekshëm, më i aksesueshëm, më real për ndjekësit. Ndaj kam zgjedhur ta ndjek këtë lloj forme. Nuk është e lehtë për të bërë, por është një preferencë ime personale për të bërë video të tilla. Kam shumë vite që punoj edhe bëj video të ndryshme, me editim, me efekte, me audio, video të montuara. Por tashmë mendoj se ka ardhur koha që të shfaqim realisht ashtu siç janë pamjet. Pra, ka qenë një ditë maraton e imja këtu sot në Sarandë, edhe kam parë një fluks turistësh të shumët, të paktën tek pjesa në Ksamil, ku isha prezent vetë. Por duket edhe fluksi tek automjetet në rrugë.
Blerta Fetau, faleminderit Blerta për komentin, e vlerësoj shumë. Me pëlqen që kemi ndjekës të rinj. Sipas analitik, kemi shumë ndjekës të rinj që na janë shtuar në kanal. Për ata që nuk kanë bërë subscribe, mund të klikojnë në butonin subscribe, sepse në këtë formë ju do të jeni të azhurnuar me të gjitha postimet që unë publikoj në kanalin tim në YouTube. Të lutem, kam të shtirë lutem. Elda, mirëmbrëma, përshëndetje Elda, mirë se erdhe. Ladi King, po Saranda është bërë shumë e bukur Ladi, siç duket edhe nga pamjet. Bona, mirë se erdhe Bona. Më vjen mirë që kemi shikues. Steve, përshëndetje Steve. Nikos në Dhërmi, me thënë të drejtën, kam bërë video në Dhërmi, por jo me transmetim të drejt për drejt, por kam bërë video me montazh. Mund të futesh tek kanali im YouTube dhe mund të shkruash Dhërmi dhe emrin tim Albert Vaja. Dhe do të dali video e Dhërmiut. Është një video shumë e bukur e Dhërmiut. E ke në kanalin tim YouTube. Ka pamje shumë të bukura ajo video. Sa për informacion, unë filmoj zonat banuara, pra zona ku ka qytetarë që shëtisin për shembull, siç duket edhe nga pamjet, sepse mendoj që këto janë zona që preferohen edhe nga shikuesit, por janë zona të cilat kanë diçka për të treguar. Pra në Dhërmi unë nëse do shkoj aty i bie të filmoj fshatin, pra nuk kam çfarë të tregoj. Ndaj kam bërë video të dedikuar me dron, por edhe video nga automjeti im. Pra mund të shkruash Dhërmi, Albert Vaja dhe do të dali video e Dhërmiut. Mari, përshëndetje Mari. Nuk e kam parë komente Mari, sepse fatikisht ka shumë komente dhe jam duke parë edhe telefonin tjetër. Milton Vogli, si që shikon nga titulli, jam në Sarand. Për personin, sepse nuk e kujtoj tani emrin, që kërkon të videon Dhërmiut, ja ku keni videon Dhërmiut, pra mund të shkruash Dhërmi, plazhi Dhërmi, Albert Vaja emri tim dhe do të dalë kjo video. Është një video shumë e bukur. Kemi filmuar edhe Llogaran, Spillen, kemi shumë video në kanal, ndaj edhe Ksamilin. Kjo është një video, është vërtet ndër videot më të bukura fatikisht që kam në kanal, pavarësisht se nuk ka ndonjë shikueshmëri të madhe çuditërisht, po është video thuajse që ka më shumë kualitet, pra ka pamje spektakolare. Kjo video e Ksamilit, pra mund të shkruani Ksamil Albert Vaja dhe do të dalë kjo video. Jo, sugjeroj ta shikoni këtë video të Ksamilit. Paradise, mirëmbrëma. Atëherë itinerari im që do të përshkruaj, do të vazhdojmë drejt porti. Pra porti është diku aty, afërsisht ja ku duken. Për shikuesit po përdor kamerën zoom, pra do të bëj një përshkrim të gjithë shëndetores deri tek porti. Atëherë tashmë mendoj që të kaloj në shëtitore.
Më pëlqen shumë qyteti i Sarandës. Me thënë të drejtën, më pëlqen pjesa e shëtitores këtu. Tash me ndezën edhe dritat. Këtë po prisja fatikisht, ndezjen e dritave, se shëtitore do duket më bukur. Okej, atëherë vazhdojmë rrugtimin ton. Nga poshtë. Nga poshtë ka thithë. Për momentin mendoj që t'i bëj një pamje pjesës së Bregdetit këtu. Pra këtu kemi një plazh publik. Disa minuta më parë kishim edhe poshues këtu. Është gjë e mirë që kemi një plazh publik pa pagesë. Shikoni sa qytetarë kanë dalë tek shëtitoria. Dina, mirë mbrëma, mirë se erdhe Dina, Ana, mirë mbrëma Ana. Përballë kemi një restorant Delfini Tetova, ndoshta pronari ose personi që e ka me qera do t'jetë tetovar. Si që shohim nga pamjet, tashmë shëtitoria po mbushet më shumë. Ky është momenti që mua më pëlqen më tepër. Okej, miqtë e mi, atëherë ju ftoj kush ka grupe ose faqe të mëdha. Nëse dëshiron mund ta shpërndaj linkun për të patur sa më shumë persona në live stream, do të ishte diçka e bukur. Për të patur sa më shumë miq të rinj në chat. Syro Qalliu, mirë mbrëma Syro, mirë se erdhe. Saranda është një perl, sa herë që vete na kënaq vërtet i palodhur, faleminderit shumë Syro. Respekt e miku im. Në krahun tim të djathtë kemi edhe mikpritësin e të ftuarave në restorant me rrobat tona kombëtare. Respekte. Faleminderit. Shikoj menu. Që e mirë kjo? Po. Është më mirë edhe më çik më e lirë. Pa, kjo është. Atëherë, për kuriozitet, për të gjithë ndjekësit tanë, kjo është menuja si ka emrin në restorantin, lutem. Po. Shumë bukur. Ide e bukur kjo që e veshur me veshje kombëtare e jugut. Selami, unë jam selami vetë. Perfekte. Në herë të kojisi. Janë veshje, po janë veshje të reja ama. Atëherë një mënyrë e mirë për të afruar klient nga zotëria. Shpresoj që të bëj sa më shumë punë. Kemi 3 nisha, pra 111 ndjekës live. Do doja shumë që të kishim më shumë komente në chat. Jeni të ftuar miq të shkruani diçka në chat. Toni është një veshje tradicionale e jugut, mu duk më shumë veshje vlonjate, gjithsesi mund të jetë edhe e Sarandës. Nuk e pyete për saktësi, por u pohua vetë nga zotëria që është një veshje e jugut. Kaq besoj se mjafton.
Është një pastërti maksimale këtu në bulevard. Kjo shëtitore këtë vit është inauguruar fatikisht. Është një shëtitore e re. Ka restorante të shumë llojshme këtu në Saran, siç kemi edhe në këtë planning tour, pra kemi një italian restaurant. Pra mendoj se ky restorant është fokusuar tek gatimet italiane, siç duket edhe nga logo. Tashmë kemi një fluks të shtuar të qytetarëve në shëtitore. Pra kjo shëtitore fillon tek Hotel Butrinti dhe përfundon tek porti. Mendoj që shëtitoria do të ishte akoma më e gjatë, por ka që e gjatë është sa do bëjmë dhe përshkrimi sonte. Pra mendoj se duhet të jetë një gjatësi prej 2.5 kilometrash. Përshëndetje nga Roma, të përshëndes dhe unë. Në pamje kemi edhe persona cilët dalin për nevoja të ndryshme. Nuk do doja t'i shikoja këto pamje, por ky është realiteti. Më vjen keq kur shikoj persona që edhe ende sot në 2021 lypin ende. Kjo është pamja më e padëshiruar për mua. Pra tashmë kemi një fluks të shtuar qytetarëve në shëtitore. Është freskuar pak kohë në temperaturat djegëse të ditës. Gjithsesi temperatura është 29 gradë akoma. Mendova se do ishte ulur pak, por shikoj që kemi temperaturën 29 gradë. O çorun bulaku. Okej, miqtë e mi, atëherë për ata që sapo janë futur në live stream, siç duket edhe nga titulli,
ndodhem në qytetin e bukur, qytetin e Sarandës, në kryeqytetin e Bregdetit shqiptar, mund ta them. Saranda e mbushur plot me qytetarë në shëtitorën e saj. Si duket edhe nga pamjet, qytetarët kanë dalë për shëtitje. Tashmë po afrohem pak në krahun tim të majt. Ky është momenti më i bukur fatikisht për të dalë shëtitje. Dhe fluksi është më i mirë, por edhe temperatura është më freskët. Luti Tafa jep mendimin e tij, duke thënë që Saranda ishte më e bukur. Nuk e mendoj këtë Luti. Mendoj se pavarësisht se mendoj që do të kishte më tepër qelbërim në shëtitore, për shembull në vend të pishave, që kishte palma, sepse nuk i shkon, fatikisht me thënë të drejtën, nuk i shkon këtij qyteti ose kësaj shëtitore, nuk i shkon që të ketë pisha në shëtitore, por mendoj se do të ishin palmat. Pra ka më tepër sy, më tepër imazh të bukur palma se sa pisha. Palma kemi diku më tutje, do të shkojmë pas pak aty. Kjo është një ndër anijet që bën lundrime turistike. Pra është një anije e njohur në Sarandë, fatikisht që bën shumë lundrime turistike. Shkon i shumë e Sazanit, por bën edhe shëtitje tjera, vozitje në det. Okej, vazhdojmë, eksplorojmë shëtitorën e re në Sarandë. Si që shohim, kemi qytetarë të cilët bëjnë foto për t'i patur në kujtimet e tyre. Sa më shumë shërbim, aq më shumë lek. Vitin që vjen, turistët nuk janë në fletorën e porçallinjve. Nuk e kuptoj shumë komentin, por mendoj se është me terma deri diku politik. Nëse ka ekonomi, ka dhe turizm, kjo do t'ishte gjë e mirë. Fatikisht që turizmi t'ishte akoma më i zhvilluar, por të paktën ka deri diku, ka rritje të turizmit. Kemi një zhvillim për turizmin. Pra unë shikoj investime, fatikisht nga privatët. Duke ta theksoja këtë nga investitor privat, shikoj që ka investim, por duhet të shikohet deri diku pjesa e çmimeve. Pra duhet të jenë pak më të arsyeshme, për shembull pa dashur të ndikojë negativisht. Një ujë nuk mund të jetë 130 lek, pra i bie gati një ujë vogël 1 euro. 1 euro për ekonominë shqiptare është shumë. Kjo ishte në Butrint, dua ta theksoj jo këtu në Sarandë, por ishte në Butrint ky çmim.
Pra, kur është uji aq, mendohet që presupozohet që edhe çmimet e tjera të jenë të larta. Gjithsesi, këtu në Sarand janë çmime, mendoj që janë çmime të arsyeshme. Pra uji i vogël ishte 80 lekë. Pra çmimi është i arsyeshëm sepse unë pak më parë isha tek një restorant dhe çmimet ishin deri diku të pranueshme. Me pëlqen shumë Saranda, kam një devolesë për këtë qytet, sidomos fundmi, me pëlqen shumë pjesa e shitores këtu, ku po kalojmë, është shumë e vizituar, shumë e populluar nga qytetarë, siç duket edhe nga pamjet, pra ka gjallëri shumë. Ka shumë turist fatikisht, ka shumë turist, i kam parë vetë me sytë e mi sot. Kur isha në Butrint, erdhën 2-3 autobus që kishin turist, edhe kishte turist rus, ishin nga Rusia. Pra imagjinojeni vetë, nëse ka gjëra të bukura, ka shumë turizëm. Po pra dritan, pikërisht edhe unë këte po mundohesha që të nënvizoja, por Butrinti fatikisht më zhgënjeu pak pjesën e çmimeve, sepse ishte pak shtrenjtë, pra duke menduar që ekonomia dita punës e një shqiptari minimalisht është 1000 lekë të reja, maksimalisht ndoshta mund të jetë më tepër, nuk diskutohet, nuk ka limit. Por rroga mesatare i shqiptarit ditore është 1500 lekë të reja. Pra një shqiptar do të punojë një ditë gjithë ditën për të vizituar Butrintin. Pra diçka që nuk më ngjit. Nuk ka shumë logjik kjo pjesë. U zhgënjeva pak, me thënë të drejtën. Sepse pash dhe derrasat kalbura, pra ka diçka tash, flasim realisht, flasim pa doreza. Kur ti merr një çmim maksimal, nuk mund të lesh derrasat e kalbura tek pjesa e teatrit. Nuk e dini se ju e keni vizituar pjesën e teatrit? Derrasat, ura, ka qenë një urë e vogël aty ku bënin foto turistët. Nuk shkon kjo gjë. Okej. Të largohemi nga biseda e Butrintit edhe vazhdojmë rrugtimin ton. Indrit Grabolli, jo, Indrit nuk harroj, por e thash edhe tek live streami para 2 ditësh që e bëra në Vlorë, që unë live streamet tashme do t'i bëj spontane. Tu kemi pishat, dhe se pak më tutje, aty fillojnë palmat. Pra shikojnë vetë ndryshimin, një pish nuk ka shumë sy, nuk ka shumë pamje. Do ishte shumë gjë e bukur nëse do ishin palma. Mendoj që është bërë gabim. Këtu në Sarand kam bërë një video para një muaji. Është video më shikuar në kanalin tim YouTube, pra video që ka rritur audiencë më të madhe. Fatikisht është një video të cilën e kam xhiruar me shumë kujdes. Ndaj edhe ajo pati audiencë, ka dhe së të kësaj dite audiencë shumë. Dikush nga Kroacia më falenderon. Thank you.
Nuk është që shquem shumë për anglishtën, por sipas asaj që kuptoj, komentuesi ka sill një koment pozitiv. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Ka dhe persona të cilët lozin muzikë. Atëherë ecim. Për momentin po vazhdoj drejt shëtitores, me pas do të kthejmë tek pjesa e Bregdetit. Mendoj se audienca po rritet dhe gradualisht do të rritet në mënyrë maksimale, sepse ja vlen vërtet ta shikosh qytetin e Sarandës në mbrëmje. Shikoni sa ndriçimi i rregullt. Perfekt. Këtë ndriçim do doja të kishte edhe Vlora, por fatkeqësisht në Vlorë mendoj se jam bërë punime, po jo kaq të sakta në Sarandë. Ju i shikoni pamjet vet. Unë nuk mund të deformoj imazhin. Ju e shikoni, pra që tek tipi i pllakave që janë vendosur këtu, figurëve dekorative që janë vendosur këtu, mendoj se është shumë më e mirë, shumë më e rrirë, duke menduar që kemi edhe sistemin e ndriçimit të mirë. Pra në Vlorë kishte segmente që kishte probleme ndriçimi, ndërsa këtu është okej. Këtu jetoj dhe unë në Sarandë. Ada, mirë se erdha Ada. Më vjen mirë që kemi ndjekës nga Saranda. Veç ata kamerën. Rami, përshëndetje Albania. Rami të përshëndes dhe unë. Mirë se erdhe. Shikoj komentues të rinj. Më vjen mirë për këtë. Do t'ju lutesha që mos përdorni germa të mëdha kur shkruani komentin, sepse YouTube nuk i lejon. Ndaj edhe simbolet nuk lejohen fatikisht. Bllokohen automatikisht nga YouTube. Janë rregullat e YouTube to, jo se unë nuk dua të lejoj ikona ose emoji, po janë rregullat e YouTube. Ndaj do të lutesha të shkruani germa parë lejohet normalisht, por germat e tjera mbrapa nuk lejohen me germa të mëdha, me shkronja kapitale. Ada, mirë se të vish, nëse nuk përton, mund ta bëjmë live streamin së bashku. Nëse kemi ndonjë vlonjat që njeh mirë historinë e qytetit, mund të afrohet të bashkohet me mua live. Mikrofonin tjetër e kam gati. Mirëmbrëma nga Franca. Kësë, mirëmbrëma. Në Francë do t'jemi së shpejti jo, po në shtator ose maksimalisht tetor, sepse kam një tur që do ta bëj në disa qytete europiane. Atëherë zbresim poshtë tek vazhdimësia e shëtitores. Tashmë kemi shkallë këtu.
Po përdor pak kamerë wide. Bami Saranda natën është vërtet shumë e bukur, më pëlqen. Shikoni sa qytetarë ka që kanë dalë të shëtisin. Tashme po ja afrohemi deri diku portit, siç duket edhe nga pamjet. Përshëndetje Rami, të përshëndes sërish. Kosova, Drenica. Përshëndes dhe unë vëllezërit nga Kosova. Shumë plane kam fatikisht, kam shumë dëshira për të bërë live edhe në Kosovë. Ky planifikim është bërë ose në sakt është programuar për të bërë në shtator ose maksimalisht në tetor. Arian Shaba, mirëmbrëma Arian. Nuk mund të mungoje, kështu që erdhe. Faleminderit Arian që je pjesë e live streamit, e chatit. Pra kemi shumë qytetarë cilët kanë dalë për shëtitje. Tashme doja të bëja një pamje të portit. Mendohet që këtu në port do të ketë ndryshime. Pra porti do të kalojë tek pjesa më tan djathtas. Dhe këtu do të ankorohen anijet e vogla ose skafet ose jahtet e vogla. Atëherë nuk ju kushton asgjë të bëni like këtij live streami ose ta shpërndani diku në grupe ose faqe të ndryshme. Do të ishte gjë e bukur, sepse numri do të rritej edhe motivimi jon për të vazhduar live streamin do të ishte më i madh. Sifet, përshëndes dhe unë. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë rrugtimin tonë drejt shëndetores, ku po e afrohemi portit. Leo Videomaker, mirëmbrëma Leo. Të përshëndes. Leo është një kolegu im, është një miku im shumë i afërt, jeton në Itali, është një profesionist në fushën e videos dhe të fotografisë, i cili bën filmime në 4K. Leo më tepër punon në Itali sepse është banon aty, por kur vjen në verë Leo punon edhe në Shqipëri, pra zakonisht në pjesën e ngushtit. Mund ta shikoni kanalin e Leos në YouTube, aty keni shumë punime. Kështu që të përshëndes Leo. Atëherë e afrohemi pak pjesës së portit dhe kthehemi sërish në qendër të Sarandës. Në zemrën e shëndetores, aty ku ka më tepër vizitor, siç duket dhe nga pamjet, kemi Sarandën e ndriçuar nga dritët. Sipër është kalaja e Lëkurësit. Siç duket edhe nga kjo pamje, kalaja e Lëkurësit është sipër. Është një kala e cila brenda saj ndodhet edhe një
Restorant shumë i mirë. Ju sugjeroj atë vend. Atëherë po shikoj pak komentet, sepse kam disa të tilla, po ndërkohë që eci jam detyruar të shikoj edhe rrugën. Jani mi mbrëma Jani. Në një me dhe gjithë një nga shpia bosh gjirua, edhe në një këpe bosh këpa. Shoqe interneti herë pas herë shfaq probleme. Kjo është diçka që nuk është në dorën time, është problemi i rrjetit. Rrjeti ka probleme. Traveler nuk kam si e fik internetin sepse jam transmetim. Mirë do ishte që të kisha një telefon të dytë dhe të jepja wireless me hotspot. Por në këtë moment nuk mundem dot. Shpresoj që mos shkputet më figura. Atëherë përdor kamerën zoom, shikoni sa bukur. Ide perfekte e personit që ka këtë anije. Traveler Kit, bëj share linkut edhe njerë në fanpage. Sa ti brenda hala? Sanda? Enzo De Longhi. Komenti i Enzos më bën të qesh. Ku jemi në Monaco apo në Saranda? Jemi në Saranda sigurisht. Traveler Kit konfirmo pak zërin. Atëherë roboti na kujton nëse jeni duke shijuar transmetimin drejt për drejt. Ju lutem klikoni në butonin like, subscribe dhe në shenjën e zilës për të njoftuar sa herë që ne jemi drejt për drejt. Nuk do doja që t'i prishja fotografinë. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt çuditores. Jam kurioz të shikoj nëse temperatura ka ra. Atëherë jemi sërish në 29 gradë. Pra temperatura është ende e lartë.
Miqtë mi, ju përshëndes me këto pame nga shtetëtore në Infrashëri, këtu në Sarand. Është një ndër shtetëtoret që mua më pëlqen më shumë, sepse e kemi pranë detit. Një shtetëtore të ngjashme deri diku e kemi edhe në Vlorë, por edhe në Durrës. Por kjo e Sarandës mua më pëlqen më shumë, ndoshta nga që është e re. Gjithsesi, unë uroj që video t'ju pëlqej. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Pranë detit, pranë mbretit, sigurisht Enzo. Është një thënie e vjetër kjo. Miq, jam kurioz t'ju bëj një pyetje, nëse dëshironi mund të përgjigjeni ose jo. Nga na ndiqni, nga Shqipëria, nga jashtë Shqipërisë, do të isha shumë kurioz të shikoja vendodhjen tuaj. Nëse nuk dëshironi, nuk ka problem, por të paktën shtetin, mund ta shkruani shtetin. Për shembull, ata që na shkruajnë, do të isha kurioz të shikoj numrin e reaguesve, na ndjekin më shumë brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë. Kemi djalosh që performon me violin. Shumë bukur djaloshi, bravo. Pra një mënyrë e mirë për të vetëpënsuar. Bravo. Përshëndetje nga Gjilani, Shebera, nga Karolina e Veriut, dikush nga Franca, Kosova. Nuk e kuptova mirë komentin, nga Franca apo nga Kosova. Nga Athina, Lushnje, nga Ballagat. Sife e di Lushnjën Ballagat, sepse dikur shkoja shumë aty, kam pasur klientë që merrnin për të filmuar eventet. Respekte, Struga, respekte. Larisa, e shikoni sa bukur? Kur çati është aktiv, kemi diçka për të thënë, kemi diçka për të biseduar. England, Anisa, England, super Anisa. Më pëlqen shumë Anglia, Londra. Nuk e di nëse do arrit vi një ditë, sepse është shumë vështirë fatikisht për të ardhur aty, për ne me pasaporta shqiptare. Nga Italia, nga Greqia. Shikoni sa shqiptarë na ndjekin nga jashtë Shqipërisë, ndaj edhe unë isha kurioz fatikisht. Shikoni sa i të mbushur është shëndetoria Bulevardi në Infrashëri, shëndetoria në Infrashëri. Në Zvicër do vish dritan, nëse na bën një ftesë, pse jo? Të presim edhe në Gjermani, Bujar, po, do të vi sepse është planifikuar fatikisht që t'jemi pak, nuk besha ka fatikisht, me Enzën, me dritanin, sa po bëra një shaka, por kam planifikuar fatikisht që të vi në disa zona ku ka shumë shqiptarë, për shembull në Gjermani, ose në Francë, në Itali, pa diskutim, do të jetë një nga zonat e para, nga shtetet e para që unë do të vizitoj, por do të bëj dhe live aty, pa diskutim, bashkë me Traveler Kit, që të bëj disa nga qytetet kryesore të Kosovës, pra në fund të shtatorit, në mes të shtatorit ose në fillim të tetorit. Varet nga intensiteti i punës që do të kemë. Dikush më shkruajti një koment, më kaloi shpejt. Ervis Ahmeti. Ju lumt Albert që këtë që bëni ju duhet ta bëjnë televizionet kombëtare. Faleminderit.
për komentin tënd Visi. Vazhdojmë rrugën drejt. Do doja t'u afroja pak tek pjesa e anijes me drita. Me pëlqeu shumë. Edhe personi i fiku dritat. Sapo ne po afronim i fiku dhe dritat. Mire deri. Ndërkohë i la dhe shumë qytetarë me telefonën në përdur. Nuk arritet të bëjnë dot foto sepse koronari i fiku dritat. NATO i more në sysh dritat. Undezë NATO. Aniela Bajrami, hello nga Dubai. Përshëndes Aniela, Dubai, bukur. Shumë bukur, atëherë i bëjmë një panoramim sërish komplet shëndetores. Tashme kemi arritur numrin 300 persona. Mendoj se ende do të rritet ky numër. Mineldo, të përshëndes dhe unë. Atëherë miqtë e mi, ju përshëndes gjithë nga Saranda e bukur, si që shikoni. Kemi një qytet të mbushur me shumë qytetarë, po bllokoj pak zërin, të cilët kanë dalë për të shëtitur. Kemi një shëtitore të mbushur kujse plot. Pra është momenti më i përshtatshëm për të bërë xhiro, për të dalë shëtitje, sepse dita ka qenë vërtet me rruse nga temperaturat e larta që po bën këto ditë, të paktën këtu në Shqipëri, ndoshta në gjithë Europën, nuk e di, por në Shqipëri ka qenë temperaturat shumë të larta. Kjo është një ndër arsyet që njerëzit dalin më shumë tani në mbrëmje, sepse temperatura është më e freskët. Ndaj dhe ne e filluam live streamin në këtë moment, sepse ishim gjatë pasditës këtu, por nuk ishte shumë qytetarë fatikisht. Tashmë bulevardi shëtetore është mbushur plot. Kjo quhet shëtetore në Infrashëri, është një shëtetore e re, e cila është inauguruar besoj para një muaji. Diçka e tillë, afërsisht para një muaji është inauguruar, por është një shëtetore që është bërë një rekonstruksion total në shëtetore. Dhe qytetarët dalin dhe shëtisin. Ndaj dhe ky është edhe qëllimi që unë u futa live sonte këtu. Ndaj ju sugjeroj Sarandën ta vizitoni, ju përshëndes kudo që ndodheni, edhe në koment, nëse dëshironi, ata që nuk kanë bërë koment, mund të më shkruani nga cila zonë më ndiqni. Jam shumë kurioz, fatikisht për fansat nga më ndjekin, nga Shqipëria, jashtë Shqipërisë. Atëherë do duhet të shkëputem dhe të rifutem përsëri pas pak me format më të reduktuar të pastërtisë. Viktor Vathit, përshëndes. Viktori na shkruan nga Kreta. Përshëndes Viktor.
E Koranuka, faleminderit e Koran për komentin. Siç duket dhe nga pamjet, ka qytetarë të cilët janë ulur tek shkallët e shëndetores këtu dhe shijojnë mbrëmjen. Shikoni se randën sa bukur. Plot drita. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Atëherë miqtë e mi shoh që hepra së herë me shfaqet Bozo Nasic. Thank you. Është kompania që të bën spotet më të fuqishme në Shqipëri, për internetin më të mirë, mbulimi më të mirë, por